Mirësitë e Allahu xhallahu ala apo reflektimet e emrit Allahu el-Latif është se Allahu xhallahu ala nganjëherë ja mundson në njëri me bëni punë të mirë. Mirë po, krahas asaj që ja mundson me bëni punë të mirë, e bekon Allahu punën e tij të mirë duke e bërë funksionin e saj shumë dimensional. Që robi nuk e din se sa rroka e punë. Andaj nëse nuk e din robi se sa shfrytëzohet, rrjedhimisht ka kjo nuk mund të me paramendu se sa sevapi vjen atë. Prandaj për shembull, një njeri më mundsu dikujt që çka do të qoftë, më thënë për shembull dinallokut, po çka do të qoftë, që me vërtet shfrytëzohet për hajër shumë fish. Nuk mundesh me paramendu nga mirësitë e shumta sa ti bën Allah xhallahu ala. Është edhe në kohra kur ti je tu flajt të vinë sevapet, je tu najt të vinë sevapet, ke të shku të vinë sevapet, edhe kur vdes të vinë sevapet. Andaj nëse kjo ndodh me një qesh me ujë me mua, paramendoj për shembull vetëm sa baktia mund me pinë atë qeshme. Apo për çdo gërçam që baktia pin ti shkon sevapi. Vjen në çampin, vjen në macpin, vjen në pulpin, vjen në zogpin, sa zogor që vjen në pin ti sidin. Të shki aty rejtarë në gjemi sa po pinë, du me ditë, të zdim. Por Allah e autorizon një melek aty që rënd të qeshme jote. Sa të pinë që ta pjut, që kruja rubit tem që ta. Ty të vinë se apë dhe në mjetë, ty asë nuk e din, ba kje edhe ke haru këtë mirë. Nërsa Allah Gjallahu Ala, wa ma kene rabbu kene sija. Që Zotit nuk harran. Këtë është për qeshme. Që ka të mërmanja për shumë për vendbanim, ose të mërmanja për nëj pajisje, ose mërmanja për nëj kherë, që mundson dikujt i cili përdor shumë ngjyrshëm, shumë funksionale këtë, sa sevap mund më arti robi atë. Wallahi kjo është e pakufishme. Nuk e di njëri atë. Andaj shikoni këtë rast që ndodh ditën e gjykimit. Ky rast, domethënë, parafërsisht i afrohet që po flasim ne atë. Wallahi këto janë badihava. Këto Allah veç nga emri i tij Latif u ka mundsuar robëve të tij që këto të fitojnë. Sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një njeri del prej peshojës i humbur. Don kanë peshu më rënd veprat e këqija. Allahu xhallahu ala i thotë të njeri, vëllazin që vallahi kjo për një mes që komendot. I thotë Allahu xhallahu ala këtij njeri, o robi jam, a kine i të mirë dikon tjetër? E kthej më pat e masën për fillimit, s'ka gale. A kine i të mirë dikon tjetër? Po kam qëtë me dënuam. La ilaha illallah. Dhe ja rab ma indi khejr, s'kam që kjo është. Unë e mu nuk kam të mire, që kjo është, nuk kam tjera. Edhe kthejt ka gjëhnemi vlasnjëm. E din që ajo është të vetë. I thëtë Allah Gjallahu Ala, këthahu a robja. E kia një të mirë ti e ke harun as të harrojmë atë. Që kjo është e latifë. I anëzirë Allah Gjallahu Ala një të mirë që e ka harru. Cëla është aja? Njerëzve u këja borqë, edhe kur s'ka arrit me ja kthy borxhin, ata kanë jenë mundu me ja kthy, po s'kan mujt, kanë skogale. Mas 3 muaj ja ki boll, po olla 3 muaj ditë pas skogale. Doj ka thon, ti të fal me ki heq, kur mos i ka ti fal të kof. Çe çet punë ka boj. Po ka harru që kjo punë gjet, po ja punë dunja u konën, se ka llogarit kët punë të madhe. Allahu i nxjerr kët punë thot, ti ja u ke letu robët mi, apo nga bujaria jote. Najna ma bujarë së ti, apo, që i ke liru, ti i ke qliru ata, edhe më po qliru ti, shkon gjennet, apo. A e ka harru, po subhana e ka harru, se ati njerë që i ka thonë halal të koft, nështë aju që natën i konë, ja rab, qatë njeri kërë më zori, përshtoja që ka qliru a i mu, a i se ka menu këtë punë heq si ka ramen që ti kur qëtë natën e lutë Allahun për ta, nuk e dim. Edhe i ka arë doaja e këti miskini jo më lëkijame. Ka thonë që kjo është e që dikush ka thonë qliroft Allahu kërë i mbas në zore, që ta këna rujt për sot me qliruave. Ta këna rujt për sot me qliruave. Sa e kështë e pagu me ashtu halati i vatën, e sa i kështë e falë halati, shumë vëllar. Për kjo mirësia Allah Gjallahu Ala, kjo është el-Latif, kjo nga mirësia ti qaj për ta mundësën. Nuk ti hargjën se vabën këtë dunja, ti runë në momentin kërë mas shumë të duhet. Dhe një dua e dikujt, më s'lasë për shka ma tepër. Nëse e bo sebeb një libër me e botu, kush e di subhanallah sa njëri është udhëzuar me ta, ti nuk e din Allah.
Edhe jo me lëkemë dhe Allahu Gjallahu Ala, robja ma kimo në libër, a kimo në punë të mirësës, vallaj me qika që fëtir. Para më nëmë, a ka mundësi me ndodhë një që shtu? S'ka mjera. Allahu thot, jo ka, e ti bjen do tjerë, dhe qëta kam pas me shku në gjëhnem. Apo, po kam fillu mu falë për shkak se ti ke pagu i libër apëtë. Andaj, këta për ndërmjetsojnë për ty që me ta falë Allahu të jone. Kjo është e latifë. Ta mundëson që me bonit mirë, e pastaj të shumë fishohet mirësia që i ke bo, që të shumë fishohet sevapi. Dhe të hapë Allah Gjellewala atëre kur ti asë nuk e pratë. Ma dje pagun që mos t'i pet për atë se në qatë ditë kur e takon Zotin e gjithësisë.